Dhe unë baj mend kur Imbir ka qenë 3 vjeç, do na ishte bërë si Ormezile. E kuptonte si kur fillon të muaj dhe e thoshte, doli lista e rojës, do me thënë, ishte bërë stres pjesa kur ne do ishim në punë maternitet e para, dhe e dyta, disa herë ka qenë prezent që ne kemi qenë ullur për festa dhe na kanë thritur në për emergjenca, dhe ne kemi lënë tavolinën, baj mend ka qenë qershor, mami im kishte ditëlindjen, ullën familjarisht, bie një telefonat, një mikesha jon kishte një problem, dhe ne të dy bashkë me tim shoq e lam darkën, i lam të gjithë aty, i kishim ftuar dhe i lam tavolinë dhe shkuan përfunduar maternitet. Po kurse si djalë s'do bëj ginekolog me këto situata që ka përjetuar. Filles dhe një ditëlindje e Timbiri, që ka qenë shtator, lindi një kolegu im dhe në fund fare bën e shoqja bën humbje të hemorragjisë, subatonia që diskutuam doktoresha bashkë. Ne e lam tortën, si që ishim duke prerë tortën me vrap thamë se ka problem dhe unë nisëm për në spital. Pra, këto janë momente që Timbiri i kanë lënë kaq gjurmë, sa një ditë të bukur, që prap i vogël ishte tha, çuni nuk, si që flasin fëmijët në vetën e tretë, kur sa të rriten, çuni nuk do bëhet doktor. Pse mami? Sepse e lë çuni vetëm në shtëpi.